ato shok që I kishte të afërt të tij, nisën të bisedonin mes vete. Rrugës duke ardhur për te Ejubi alayhis salam, thonë, çka I ka ndodhur çka Ejubit, 18 vjet njëri I sëmur. Vetë se I ka bën një gjuna që një zot të di çfarë gjuna I ka bë. Assalamu alaikum, unë jam Hasan Ismaili dhe mirë se vini në serialin Fillimi dhe Mbarimi. Episodën që lam para, unë dalëm të inat, domethënë të historia e Ejubit alayhis salam. Vetëm të pjesa ku pasi Allahu e ka obligatuar me të mira shumë, si pasuria e vlat. Mirë po, e roki një sprovë e madhe. Cila ishte ajo sprova? Sëmundja në trupin e tij. Siç e thotë, ka një sëmundje çaq e rëndë, nuk ka mbet pjesë në trupin e tij që nuk e ka ndje atë sëmundje dhe atë dhimbje. Thotë veç zemra, sytë, veshtë, goja që I ka punu mirë. Tjetër shka ka këtë I sëmur. Sëmundja e rëndë dhe pa paramenduar që edhe ka zgjat shumë, një kohë gjatë. Gjatë ditë kur zgjatet sëmundja bëhet më e rëndë dhe më e rëndë. Janë përshkrime të ndryshme se çfarë sëmundje ka pasën, por në përgjithësi nuk ka diçka rreth asaj që mund të përcaktohet si e saktë dhe e vetmja, por sëmundje që për të ka qenë shumë e rëndë dhe që u bë shkak për çat sëmundje që e ka, ai me hub krejt pasurinë e tij të mëhershme. Jo vetëm pasurinë, po dy prej bashkëshorteve të tija me njerë kërkojnë shkurrëzimin, të ndahen, se nuk dojnë të rinë me një burr që nuk është as për veten e tij, që nuk do të jetë as të kujdeset për ata në të ardhmen. Thotë që fëmijët e tij, në një prej komenteve thonë që janë largu, komenti tjetër thotë edhe ata kanë vdekë që të gjithë. Situata vetëm se shkon duke u rëndu. Vetëm njëri që mbetet me të afërt është një prej bashkëshorteve të tija. E vetëm e grua mbetet dhe I kishte dy shok të afërt, dy prej familjarëve më të ngatë, që herë do kur venin her pas here për ta vizituar ata, sepse njerëzit më vetëm se e kishin largu. Për shkak të sëmundjes, ndoshta edhe kishte kapluar friga, se mos po preken edhe ata për të njëjtën sëmundje, po edhe nga irritimi që të rinë me një njeri që është në atë drejgje I sëmur. Dhe nuk është një ditë, nuk ishte 2 ditë, por hadithi pejgamberit sa se për këtë ka transmetime thotë sëmundja e tij zgjati plot 18 vite. 18 vite, më kanë 18 ditë njeri e mendon pak më ndryshe. 18 vite, po jo vetëm se viten sëmundje, por edhe varfëria e bën të vetën. Situata e vështirë. Subhanallahu, për Ejubin alayhis salam përmend në Kur'ani që 18 vite këtë durim, nuk ka pas ankesë nga ana e tij. Thonë që është një nivel shumë I lartë I edukimit me Zotin e Madhërisht, që është njëri kur pak një dëm të vogël e ka, më nis ankot. Ta ai vërin, subhanallahu, ka ardhur çështja që 18 vite ta duron atë gjendje dhe atë situatë. Në fund pse erdh? Pse I ngriti durt? Pse lypi pe Allah që ta shëron? Nuk ishte vetë personale e tij, jo për veten. E bëni për tjertë. Thuhet që ato shok që I kishte të afërt të tij, nisën të bisedonin mes vete. Rrugës duke ardhur për te Ejubi alayhis salam, thonë, çka I ka ndodhur çka Ejubit, 18 vjet njëri I sëmur. Vetë se I ka bën një gjuna që një zot të di çfarë gjuna I ka bë. Ato dy shok mes vete kanë bë muhabet. Kur vinte Ejubi alayhis salam, njërin pyetën se ne ma llafin. Edhe ka thënë kështu. E ndoshta ai ka qenë një shtytse që me përmirësu bindjen e gabueshme të njerëzve se dikush ka thënë kështu, dikush ka thënë pejgamberi I Zotit më dënuan që këtë formë, po çfarë pejgamberi kanë ky? Mos më pranu duaja, mos më bë një përmirësim njët, Allah mos më ndihmu këtij, po ku neve? E kështu nisin paragjykimet. Një ndodhi tjetër çka përmendet kështu e ngjashme me këto, se ndoshta që gjitha kanë ndodh njëkohësisht dhe janë të bunë në mendjen dhe në ndërgjegjen e Ejubit alayhis salam. Bashkëshortja e tij që I ndihmonte në skamjen më të madhe. Erdhi momenti kur ishte detyruar të shiste edhe bistekat e vet në kombim të një bukë të merr.
shkon një ditë merr bukë dhe vanohet, e sjell në shtëpi. Edhe ju se më e vërejtë se po vanohet, ajo shërben të njerëzve, pastronte vetëm që të sjell bukë. Po ja mbeti një ditë edhe donte që edhe flokët e vetë të jap, vetëm të jap dikush bukë. Edhe kur e pon këtë drejgje, nuk mund të pajtohej me këtë situatë që bashkëshortja e tij bjen situatë që edhe një bukë s'mund të siguroj, shkak se varfënia e madhe s'kam e madhe. Atëherë i ngrit duart dhe e lut Allahun dhe o Zot, më ka prek një dëm i madh. Në një ajet tjetër thotë, më ka prek një dëm nga ana e shejtanit. Ti je mëshiruesi më i madh. Ka lyp prej Zotit mëshirë në këtë formë, me këtë lutje, me këtë edukat, dhe Allah dhe se vetëm për ti mund të vjen shërimi, mjekimi. Allah bën sebeb çdo sen. Por nuk jo në atë moment. Duaja u bë. Bashkëshortja e bartë me veti. E çonte herë në banjë, herë e shtrinte. Ose se s'mund të ai vet të kujdesas për veten e vet. Një bashkëshortje që në Kur'an dhe këto tregimet që po përmenden domosht është diçka shembullore, domethënë që nuk 18 vjet e ka nuk shërbim. mund ta gjejsh shoqën e saj. E merr një ditë dhe e fut në banjë. Pastaj nuk del Ejubi alayhis salam. Prit që do dalë, prit s'ka. Ejubi i kishte ardhur shpallje në atë moment. I thot Allahu dhe xhal, më shoj tokës me kamp, do të del ujë me të cilën do të lahesh dhe do të pish. Ai ujë i bereqetshëm u bë sebeb që sa herë që momentin që e hodhim dhe e laj trupin, në atë moment nisi të del sëmundja nga trupi i tij. Dhe kur e pyet dhe i dal edhe sëmundja nga brendësia e tij. Çfarë çishte i ka plu me sëmundje? Mrin edhe jashtë. Del prej banjës. Tjetër njeri, tjetër bukuri, tjetër pamje. Mbet ajo e shtangur, kush je ti? Ku mbet? Ejubi nëse më thot, asë nuk i të më pas që unë jam, po të i të përngjar shumë, ama nuk jeti, ndryshe shtinë në mrena. Si dole kështu. Dhe bindët se, do të thënë, kjo është mugjizat për mrekullia e Allah dhu Gjelal me ajetin kuranor që ndroj, subhanallah, në atë moment gjithçka. Jo vetëm kaq, u shëru. Por Allah dhu Gjelal i shloj bereqet, i shloj pasuri, sa që thot, i erdhen ari dhe argjendi prej qiellit, binin formën e kërkalecave, a i mblidhte me robën e tij. I thot Allah dhu Gjelal, pa nuk të mjaftoj atë që e po të merë, u pështove, u ktheve, u shërove, u ktheve në formën më të mirë se sa që e ka mbele, edhe në bukurinë më të mirë. Thot o Zot, secili ka nevojë më shumë për bereqetet e tua, dhe unë kam nevojë më shumë përfitoj prej të mirëve që të mjep. Njeri zar është i varfër, ndaj nimeteve të Zotit s'mund të më thon kur boll. Sa njeri është mirë me kërku për Allahut edhe më shumë. Kthehet pasuria, kthehet shëndeti, kthehet familja, shtohet bereqeti, përsëri shtohet edhe pasuria përsëri. Dhe kështu që kthehen edhe fëmijët, apo sipas komentit tjetër se ka lind fëmijë tjerë, apo janë kthyer ata që kanë ikë më herët, dhe kthehet subhanallahu gjendja e tij. Po, është e vërtetë që kjo kthimi u ka bë kthimi më i mirë se që e ka pas. Shumë më i mirë. Përfshin edhe bukurinë, përfshin edhe pasurinë, përfshin edhe fëmijët, apo? Po. Ka shumë ke ndryshime. Allahu do xhai ka dhënë shumë. Edhe jetojnë një kohë të gjatë pastaj ashtu ne, diku 93 vite, i plotësoi ku pastaj Allah subhanahu wa taala tregoi dhe e vendosi që të jetë edhe fundi i jetës së tij, si çdo pejgamber tjetër që ka fillimin dhe fundin e vet. Pas këtij pejgamberi, domethënë, cili pejgamber vjen me radhë, edhe a lidhet prapë me këtë gjak, domethënë, po se kjo vazhdon deri te Muhamedi alayhis salam. Sinit e pa a ka ndodhur kena na prezantu sponsorat, është legend original. Dullo banu kreativ, ç'menon ti se më mirë mund të prezantu, çashtu. Ja nismi për shembull te Palestina Drinks, në fjalinë është që me përmbledh. Palestina Drinks, aslan është pije që të freskon, të hulumton edhe vetëdijson. Çka thon, vogël. Ne vazhdojmë me Homoxin. Çka menon? Çka mund të them për Homoxin? Për Homoxin, e këmë thonë një herë, aslan. Kur të ndërës i shpijen, kërrejt dhe ju pafëse që ti. Këtë të mbini ka një sen, për përhajnë me babo. Për Best Mobile. Edhe ta e këmë thonë. Në qarë Shqip, kur ta shëftë një reklame madhe, sint me din zera, aslan, sint. Edhe kur ti ishë mrejnë, ti që shi ka bo.
Bravo Bedull, ki nis me, më thonë, në aspektin e prezantimit sportore me përparu. Bravo. Për me përparu, dhe rroga s'ka përparu hiq. Atë për burgerizone, që kemi thënë nga tull? Për burgerizone, aslan, s'kan që me thamë. Veç me shku me pravu që atë groshit që thave, Po. groshin taf, veç me shku me pravu. Që më pëlqen ti se si ki veç fjalë, po i kije do të mi bo Me realitet. dësëm të prit. Okej, atëre faleminderit shumë nga dull. Pas këtij pejgamberi, domethënë, cili pejgamber vjen me radhë, edhe a lidhet prapë me këtë gjak, domethënë, po se kjo vazhdon deri te Muhamedi alayhis salam. Pejgamber ta janë pite Ibrahimit alayhis salam. Pita Ibrahimi, danë 2 fëmijët e tij. Njëna pjesë shkon me Ismailin, njëna pjesë shkon me Ishakun. Pejgamberi i radhës është që ka qenë në Irakun e Sodit, është një vend Mosil, që edhe sot e quajnë ashtu, Nejneva është qyteti atërshëm. Këtu Allahu e kishte dërguar Yunusin alayhis salam. Yunus ibn Matta. Bila e përmend pejgamberin në hadith me emrin dhe emrin e babës së tij. Matta nuk ka qenë pejgamberi Allahu xhela, po Yunusi, po. Edhe e përmend se ky ka qenë pejgamber për në atë vend aty në. Por për shkrimi i këtij pejgamberi, që na vjen edhe vetë surja me emrin e tij, sura Yunus, që është komplet një sure, është për shkrim interesant ku Allahu xhelal përmes këtij pejgamberi i thot Muhamedit sallallahu alaihi wasallam që duro në vendimet e Zotit, edhe mos përshpejto. Kishte mesazhi kryesor. Pse? Për se Yunusi që ballafaqoi me një popull të padëgjueshëm. Një popull që nuk i përgjigjej. Një popull që nuk pranonte prej tij këshillën e asnjë porosi. I erdhi atij shpallje se dënimi është afër. Kështu Allahu xhallahu kishte vendos për popujt e mëhershëm që ata në momentet që tregon rebel dhe të padëgjueshëm dhe kriminal, ju vit të dënimi me shkatrim. Për dallim prej pejgamberit alayhis salam që nuk vjen shkatrimi në asnjë forma. Edhe tha 3 ditë keni afat. Mas 3 ditë të kam ju gjetë belaja. Tash ky paralajmërim i këtij pejgamberi duhej detyrimisht që priste edhe momenti kur del, sikur që ishte tek emisioni i Lutit alayhis salam, nuk dol. Derisa ardh agimi, urdhë dil tash me familjen tënde do të shpëtosh. U gut. Nguti është pjesë e njerit. Do të thënë njeri ngutet, merr vendime të përshpejtuara, ndoshta edhe këtë njerë edhe të gabueshme, pse jo. Edhe dul pejgamberi Allahut prej një vendi pa izën e Zotit, si themi ne, që është dash me prit. Dilte kur ti thot Allah dil tash është momenti. Por dul para jo nga atë që nuk e priste urdhën e Zotit. Ka pas ndonjë arsye që ka dalë? Arsyeja e vetme ishte nervozizmi, hidhërimi, zemrimi i madh që kishte ndaj popullit e vet. Apo thonë, e ishte i bindur se këta më janë të vendosur që nuk kthehen mbrapa. Po subhanallahu ndodh dhe kundërta. Na nuk mund kur ti paraprim diturisë dhe vendimet e Allahut dhe xhalurësisë së tij. Del duke ditë se përfundoi punën e tyre, mori fund. A një ditë, a 2 ditë, a 3, ai thotë se dënum. Dul. Momentin që vjen dënimi, ata pendohen. Me një pendim sinqert, të kthym te Zoti se e kishin ndjej mungesën e Yunusit alayhis salam, kanë ditë se është pejgamber. Spaku edhe pse i kanë qenë mosbezëm, por kanë thonë këto fjalët e tina nuk janë fjalë kote, se ky pejgamber kanë me dal fjalët e tina. Po. Thuhet sipas një transmetimi thotë e kanë pa me sy tu zbrit dënimi i Zotit. Edhe kanë nis i madh dhe i vogël, plak edhe i ri, grua edhe mashkull, duke çajt me të madhe, duke kërku falje. Është një edhe zhurma e kafshëve. Është një zhurmë të anë, se ne dënim është. Tash nuk ka i gare çështja. Subhanallahu i kap mëshira e Zotit. O largon Allah dënimin. Pse? Për shkak krikë faljes. Për shkak atij përgjërimi që e kanë bërë, që e ka pa Zoti se është prej zemrave të mira, të sinqerta. Për një kanë. Jo me çështje intrige se të bëmi në të mirë, masaj kthehemi apo jo. Por Yunusi dol. Nuk e dinte se çka u bë me ta më. U largu, shkoi u afroi afër detit, afër bregdetit, edhe hypi me një anije. Por të u largu më plotësisht prej asaj
Në hije që mos me pas kontakt me ata njerëz. Nuk din tas vetë se ku do të shkonte, ku do të përfundonte. Vetëm se me ikpi aty. Hen në nije, përfundon aty. Masi që lundron anija, e marrin në valë të mëdhaja, anijen e lëkundin shumë, që është vendos, personi që është përgjes për anijë, do të me shpraz barën e anijës, që me shpëtu se shumë valë të mëdha do na praptoj kënë. Gjojnë që kanë prej sendeve, si me afton. Që nuk I duan, ndoshta. Zakonisht njëri kur s'du diçka ose për me pështu vetën, gjojnë krejt që e ki me vete. Po nuk mjaftosh. Subhanallahu, ishin valë të përcaktuar nga Allahu Dhu Xhelal për ta bindë Yunusin se është dashur pritish. E kështu tash me vendimin ton çka mund të ndodhe. Thonë s'mjaftojnë këto keq çka gjum, s'me të cen pa hudh, do të më u gjujt një pineve. Hajde njerëz tash një ka një do dëgjojmë derisa qetësohet. Sot, po. Ka me gjujt, kur kush pranon. Ato përdorin atë punën e shortit. Do të hedhin short. Kujt I bie shorti? Subhanallahu, I bie shorti Yunusit alayhis salam. Tash jo ky, që do ta pranonte ra shorti, të tjerët që e kishin pa Yunusin se kush është, më njërë vëret edukata dhe morali I tij, thonë, ej, jo be, monim be bas qëtë njëri, ata edhe njerë ta provojmë. S'pranum, subhanallahu, ta gjujmë me të parën. As me dytën, tretën herë prap I vje Yunusit shorti. Ma edhe dytën I bie. Edhe dytën dhe tretën, përsëritet 3 herë. Shorti I tij. Ai zgjidhet, edhe hudhet në det. Momentin që hudhet, një për krijesave të Allahut, një balin e madhe e galltitën veten e tij. Yunusi, po jo për ta mbyt, sepse ishte menaxhu nga Allahu Xhelal për mos me dëmtu me dhëmt e tij, mos me kput, mos me coptu, vetëm me galltit brenda. Ku qëndroi aty në një farë errësire, në një farë tmerri që boll është tmerri se ku ke përfunduar barkun e çfarë krijese. Do thon arom një e shishme hiç. Errësira, do thon është errësia e balenës. Zgjidhen nuk e di se I den çka mosh. Përfundimi nuk parashihet që është I mirë. Është errësira e balenës brenda terr. Errësira e detit se ka përfundu, pastaj e balen ka shku në fund detit ka qëndru. A deti zakonisht fella është errët është. Edhe errësira e natës. Terr në ta natë. Errësi mbi errësirë. Po. Subhanallahu thot, momentin që përfundojnë në atë situatë, Yunusi ka dëgju disa zëna prej gjallnesave të detit. Edhe Allah Dhu Xhelal e lemron se këto është tezbihu, që e bëjnë krijesat për Allahun. I kujtohet në moment të unë bëj tezbih se çfarë situatë jam, dua do të më bë. Edhe përmend atë lutjen e famshme që Allah e ka regjistruar në Kur'an deri ditë kiametit. O Zot, s'ka Zot tjetër përveç Teje. Ti I madhnum, ti I pastër për gjithsesi. Unë I kam bërë zullum vetes. Një pranim I fajit që kërkohet çdo herë mëkati ose teube ose kthimi te Zoti do të më nis me pranim të gabimit. Ajo me mendje madhësi. Këtë za ishte za I njofshëm për melekët, për banullët, për nërët e qilit. Të në zotimi të kënë dëgjun një zat, ma herë dhe kena një. Shumë dopt është duke unë dëgjua. Thotë, është dikush, shka të kërku, ndihmën tënde. Dhe Allah Dhu Xhelal e shpëton dhe thotë në Koran, po të mos bën të tesbih, Yunusi do të qëndronte në barkun e bene deri në ditën e Kiametit. Po shpëtoj shkaku që ti tesbihut. Dhikri, lutja, tesbihut të shpëton për çdo situatë. A e shpëton vetëm pejgamberin? Jo. Thotë Allahu këtë vargun e këtyre ajeteve që flasin për këtë pejgamber, për këtë ngjarje, thotë dhe kështu na I shpëtojnë besimtarët. Krejt, ato që do ta përdorin njëtën shprehje, njëtën lutje për nevoje të ndryshme, se njëri vjen brenga dhe telashe të ndryshme. Edhe e urdhnon Allahu për shkak kësaj lutje që balena ta nxjerrë prej barkut të saj Yunusin alayhis dhe e hedh tikun me një ishull larg. E nxjerr nga barku me urdhën e Zotit. Kur del, tash thuhet se kanë diku 7 ditë. Disa transmetime thonë diku 40 ditë. Ka qëndruar. Po të qëndrote më tepër, ai do të humbej nga thatësirat, nga dëmet që janë brenda barkut balenës, do të diste.
Edhe me atë dalje ai doli semur. Allah do në kallëzon në ajetin e Kuranit se kur dol dhe e hodhi balena në ishull, dol njëri smur. Kishte nevojë të mjekohet. Dhe aty u mjekua me pemt që i gjet në atë ishullin, me gjethet e atyre pemëve, nisi dhe të mjekohet, që të shërohet me linë Allah dhe gjele. Dhe pastaj erdhi urdhni Allah subhanahu wa taala që ai tashmë pasi u shpëtua, u nxjerr të kthehet edhe një herë tek populli që e la mbrapa, apo disa komentatorë thonë se ka shku tek një popull tjetër, që numri i tyre është 100.000 e tepër. Do thonë ose është kthit te populli vetë që ka qenë përpara ose një popull tjetër, domethënë bëhet Po, fjalë. të dy opsionet janë të mundshme, dhe si komentet që ndrojnë të dyjet, ose të ata të mëhershëm që ka tashmë u bën besimtar ata, dhe kthimi i Yunusit sa pritej dhe ishte i normalshëm. Po. Tash i lave si pa besimtar, po kthehesh si besimtar dhe i Edhe respektuar. me udhëzime I domethënë. nderuam, Po. ma ndryshe tash raporti i tyre me ty, ose ka shku me një mision krejtësisht të ri. Okej. Një Mirë, pas popull asaj i ri. nuk di domethënë. Qatë që ka përfunduar në çështja e tij, asaj. misioni ka vazhduar si pejgamberi Allahu xhallahu. Ashtu pra. Atëherë erdh koha me u ndal me një pejgamber që ka histori shumë më thonë të interesant, bollshme edhe në Kur'an përmendet shpesh. Cili pejgamber është pejgamberi i radhës?